Okej, Anduena. Ka njerë në pushim? Si e lexon ti situatën, pra? Dhe ma ish informacione sa ke? Në fakt, ne kemi informuar për opinionin publik që arrestimi do të ketë. Po, do të ketë nga dy krahët, do të ketë tek ata personazhe për cilët SPAK jo vetëm ka provuar faktin penal, ose është duke hetuar faktin penal, po mos harrojmë që së fundmi në SPAK ka nisur një sër procedimesh që lidhen me pasuritë e politikanëve shqiptar, të cilët nuk justifikojnë dot. Dhe po t'i referohemi këtu, është e njëjta gjë që ndodhi me kryetarin e bashkisë Erion Velia, mbi cilin kishte shumë kohë që opozita shqiptare e akuzonte për ngjarjen e inceneratorëve dhe ne nuk e kishim parë të përfshirë në grupin për cilën janë organizuar inceneratorët në disa qytete në Shqipëri, dhe pam që për Lalierin, prokurorët nuk arritën të shkojnë deri tek provimi i fajit edhe i akuzës, të ngritja e akuzës. Po çfarë pam? Pam që SPAK-u befas ngriti një hetim pasuror. Pra sot SPAK-u ka Nesti Angonin, po ka edhe provat e tjera që ka garantuar dhe ka siguruar për Erion Velien, dhe flasim për akuzat të cilat e çojnë dënimin e tij nga 5 deri në 7 vite dhe nga 7 deri në 12 vjet. Pra janë akuza shumë të rënda për një kryetar bashkie në detyrë, dhe për një zyrtar të lartë deri diku të paprekshëm. Kështu thoshin dhe për Erion Velien. Nuk e arrestojnë, por ndodhi e kundërta. Që ndodhi, dakor. Nuk mund ta anashkaloj deklaratën që Altin Dumani dha para disa kohësh në një tavolinë me ndërkombëtar, prezencën ndërkombëtarëve, ku tha: ne nuk presim datë zgjedhjesh për të vepruar. Në momentin që kemi provat dhe jemi garant për akuzën që do të ngrem, ne do të veprojmë. Fakti që sot SPAK-u rikthen hetimin dhe ngret task force-un për hetimin e zgjedhjeve, do të thotë që të gjithë janë të cënuar dhe duhet të qëndrojnë alert përpara një vepre sa më të thjeshtë le të jetë që cënon votën në zgjedhjet vendore. Dhe me që e përmendi Anduena task force-ën, tani Karamuço, Berisha e akuzon SPAK-un se nuk po bën asgjë, jo më larg se sa sot, në fakt, dita e sotme në një komunikim, e akuzoi SPAK-un se nuk po bën asgjë për krimet zgjedhore. A qëndron kjo? Apo do duhet t'i japim besim dhe të presim? Po të presim sepse para... A i referohet sigurisht çështjeve të kaluara? është ngritur, që është ngritur si task force është ngritur. E që po bëhen dhe trajnime nga OSBE-ja në lidhje me procesin zgjedhor të hetuesve të BK-s, edhe kjo është në përfundim. Që po merren masa gjithandej dhe është hapur dhe portali së fundit ku do të ketë ankesat e qytetarëve, sepse do marrin një indicje. Pra nuk mund të dalin në terren me furgon si polici rendi dhe të shikojnë ku ka në një lek që po jep dhe për... Jo. Dhe pastaj është ende shpejt, pra nuk ka filluar ende kjo. Sfidë mbetet krimet elektorale jashtë vendit për diasporën, nuk mundet dot, janë jashtë jurisdiksionit territorial, se si mund bëhen, a është problem që edhe kur denoncohet se di kush për autoriteteve dhe si veprohet më tej, se autoriteti huaj thot ta shikoj, ky këtej thot me një letër porosi mund të bëhet, por shumë e rrallë dhe nuk, ndërkohë që flitet shpesh, është përmendur shpesh dhe kohët e fundit për mundësinë e korruptimit të tyre, por brenda kanë një manual që e kanë të miratuar, një program po ashtu bashkëpunimi, edhe me policinë e shtetit dhe me institucionet e tjera, ku në shumicën e tyre, zoti Dumani ka thënë, do kemi arrestime në flagrancë. Pra nuk do t'i lëmë t'i faktojmë mbrapa rezultatit të zgjedhjeve. Por arrestime në flagrancë.